Të dashur miq, ndodhemi këtu në fshatin Pitinski për të shuar urime të bukura me rastin e 65 vjetorit të një babai shembullor. Ai është Zoti Plumb, I cili sot gëzon 65 vjetori. Shkojmë ta surprizojmë. Shbeh, si kalon? Me shëndet, mire? Deri ku shkon me ditëlindjen? Apo thjesht këtu me shoki me miq? Sot me shoki, nesër me familje. A ke zonjë në shtëpi? Po. Atëherë sot me zonja? Sot me zonjë, nesër sepse fëmijët a keni? A do mblidheni nesër? Po, patjetër. S'ka më bukur. Nga kemi të fëmijë? Baba I sa fëmijëve jeni? I 3 fëmijëve. I 3 fëmijëve, a janë vajza aty? Me vajza. Kush ka vajza, botën ka. Po. E themi ne. Ndonjëra ndodhet këtu? Në Shqipëria 2, një është në Itali. Një është la. Po, shqipë. E gato larkë, besoj janë? Po larkë janë Tiranë. Tiranë. I pash me ju. Të reguluara, besa? Patjetër. Statusin e gjyshit, a e gëzon? I ke me fëmijë? Gjysh, jo në 4 euro. Sa? 2 vita edhe një ndesë. Ndesë, lumpi. S'ka më bukur besa. Edhe e status. Kënaqësi e mirë. Kemi këtë shishe uiski, Po. tortën dhe këto fjalë të bukura. Tani do na thuash pak ndonjë emër se kush mund na ke dërguar ne? Po, nga 2 vajzat që kanë në Tiranë, thejtë se nuk kanë bërë bora, e nga bashkë. Ti jenë për bashkë. Po, kitë e për bashkë. Që mendoj unë? Pritat e... Kemi dike aty, e gjitha atë më po bëj lecimin. Gëzuar 65 vjetorin babi. Ti je për herë mbështetja dhe frymëzimi ynë. Një baba I mrekullueshëm me zemër të madhe, që gjithnjë sakrifikon për familjen. Urojmë që vitet në vazhdim të sjellin shëndet, lumturi dhe momente të bukura. Ti dhe mami jeni krenaria jonë. Ju duam me gjithë zemër, me shumë dashuri, nga vajzat e tua. Urimes. Si ndjeket njeriu në këtë moshë? Moshë e atis apo ende e punës? Punon. Është kënaqësi. Po, sepse fëmijët janë të vendosur. I rritur, I vendosur. Që ai të rritë nga se të zhvillojnë. Të arish edhe 100. Është pak, duket e pak si turistim, sepse vitet e tij. Gjithsesi mirë kështu si pamje nuk I tregon vit. Kënaqësia E gjithçka që ke kaluar, po. Vajza të dashura, babi edhe 100 vite gëzoftë, ja ku e kemi këtu, ti këndojmë këngën e ditëlindjes. Edhe të gjithë miqtë, shokët që ke këtu. Dëgjoj, më bëni përshtypje, vajza nuk është se ta përmend ndaljen në pension. Ti del pension. Por ti je në gjendje, do vazhdosh të punosh, mjafton të kish shëndetje. Sa jemi në gjendje do të bëjmë për familje. Të drejtë. Për ata jeton njeriu, le ta themi sa bëhet prind, jeton jetën e fëmijëve. Sa shumë kemi mundësinë të rastoj ndaj Zotit. Jetën e shëndetit. Të japim kontribuet për familje. Vërtet, është bekim, të kesh sidomos 3 vajza, është në rregull. Jo, po ne do të ndajmë këngën, të gjithë bashkë. S'ka gjë. Shumë urime për ty. Shumë urime për ty. Gëzuar ditëlindjen, pension të gëzuar dhe gjithë të mirat të urojmë. Kënaqësi që të sjell këto urime të bukura. Ja, të flasim pak me vajzat, besoj. I kemi këtu.
Faleminderit. Rofi, që të trija. Grup. Shumë faleminderit. Gëzime pa që gjithmonë, bashkë me juve, bashkë me Daelin, Ejderin, Aleshion, Kristalin, familjen të është të As fëmijët nuk shpërblen asnjë me babajin. Është një dashuri e ndërsjellë. Shumë faleminderit. A do takohesh nesër? Pilotove. S'ki fajë. Vajza të dashura, ju falenderoj. Një puti nga unë, edhe 100 gëzof të babaj, pension të gëzuar. Ju falenderoj të gjithë nga. Festa dhe gëzime pa që në familje tuaj. Faleminderit shumë, zoti Plot. U kënaqe. Patjetër do bëjmë dhe foto. Le të themi ky është qëllimi i surprizave, jo se ato nuk ta thon shpesh që të duan, padyshim, po e thënë nëpërmjet nesh ka tjetër pesh. Të falenderojmë, jetë të gëzuar pas kësaj dhe le të them sa e njoha vajzat i ketë mrekullueshëm. I pashme jetë. Një surprizë super madhe. Janë emocione. Është tek janë. Është krejtësi. Surprizat bukura pas. Ju falenderoj të gjithëve, kalofshi bukur.